Përshëndetje për krejt shikuesit e televizionit të 10. Pra po nisim edhe sot këtë pasdite të bukur të së premtës. Sigurisht unë në studio nuk jam vet, po sot është pak më ndryshe. Agnesën nuk e kam, e di që keni prit me po Agnesën, po e kam Arta Bajramin edhe Blona Dallavera në studio. Arta, si të kemi Arta? Mirë, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi edhe për neve Arta me të pas 10 herë 10. Gjithashtu edhe imja, gjithashtu me shumë kënaqësi. Faleminderit shumë. Po. Blona si gjithmonë, paneliste e rregullt. Ata ashtu i themi, po. Ç'është kemi Blona? Shumë mirë, edhe shumë më mirë kur e kemi edhe artistën Arta Bajrami këtu, që po na e zbukuron studion, edhe po ashtu e kemi thonë që jemi rrit me këngë të saj, na shpesh i lëshojmë këngë të Artës këtu dhe shumë mirë që i kemi sot për ne. Paraprakisht unë edhe me regjin kur fola ju thash se a nisim një këngë tjetër të Artës. Në ndërkohë Blona, Arta, kënga e re thash, jo me këngën e re, ma mirë i kemi po. Le të plakemi me këngë të Artës, tash se ne jemi rrit me këngë të Artës, tash na kanë vetëm u plak. Arta, ç'është kemi Arta njerë më trego. Mirë, faleminderit. Ç'e kalon këtë periudhë? Mirë, shumë mirë. Kështu, domethënë tu punu, jeta dinamike, domethënë të munu me qenë aktive në çdo aspekt të mundshëm. Domethënë tash është jeta pak më e ngarkuar për mua, sepse edhe jam nonë edhe me muzikë, gjithçysh duna me qenë aktive, po kam qef me pru ma shumë projekte, kom punu disa projekte, edhe po mirë na ka pak edhe me do reklama të ndryshme edhe kështu. A do publikohen këtë verë këngë të reja që i ke përgatit apo? Po janë, për shembull, tash jemi të ndëgju këngën më të re Nuk të harroj, që vetë sa është lansu në YouTube, edhe janë të dalë disa këngë që i kom punu për këngë dasmash. Janë këngë sa mirë pas në me të pas të dasmash. Po, domethënë i kom bo pak stil tem, pak stili tem, sepse po ka kërkesa Arta me qenë prezente në për neja dasmash, kështu që e kom bo pak një verzion temin ashtu, plus i kam hitet e mia që i knoj në fund gjithmonë, i knoj gjitha hitet, sepse dije që atmosfera dasmës pastaj ndryshon. Edhe gjithashtu jam të punu dhe albumin tim personal 038 apo? 038. Po çaj. Domethënë Arbasi është rikthy tash se ka qenë në Gjermani edhe jena aty e finalizu përfundimin e albumit. Sepse këngët janë krejt incizuar veç kanë mu finalizu pak. Aty deshta me dalën, para se me përmend edhe Arta që është të punu duket në një album. Kur kemi me pas këtë album, a kemi ndaj deadline apo vetë mjalon kohës? Veç unë e kisha tha mjalon kohës, unë përpara për shembull i kom publiku albumin për një herë. Tash veç unë kom fillu prej vjeçit mi publiku ka një këngë të albumit. Edhe kështu që unë mendoj që një 2 do të publikohen tash. Edhe pastaj tjera si janë kështu ready, kena mi qitë veç në YouTube, një paralemrim të vogël kena me vo, po kështu dot nuk është sikur përpara, për shembull e kena prit verën nëse diçka. Albumi është pak më kompleks si projekt. Se është tërsi, janë më shumë se 13 këngë, janë 15-16, janë këngë më shumë. A ka bashkëpunime ndonjëra apo vetëm? Ka është një bashkëpunim me një reper në Gjermani, shqiptar, Koso. Me pseudonimin Koso, është një djalë i ri, po shumë është talent. Edhe kështu diçka tjetër nuk kam, domethënë shumicën i kam këngë vet. Ka zhandre ndryshme, ka folk, muzikës folk, ka diçka R&B, ka kombinime kështu. Ballada. Kesha pas qef me ditë, me të pyet përveç albumit, a e ke njet ndonjëherë çto këngë të vjetra që i ke pas, me i sjell me një si remake të reja, me i bo pak a shumë edhe me këtë stilin e muzikës tash, sepse janë këngë që qyshe thamë edhe para fillimit e emisionit që nështë edhe jemi rrit me to, janë këngë super të mira, është edhe kjo që po e dëgjojmë tash, a kime mundu në herë me i sjell në një stil të ri, sepse janë këngë që edhe në TikTok shkojnë shumë viral. Ka DJ për shembull i njëjti ke mbetë që dihet është balad, domethënë edhe Arbasi e kena bënë në albumin Deluxe, e kemi bërë remake-in e këngës i njëjti ke mbetë, është me një rhythm dance, edhe kështu që është remake. Tjerat s'pedi se qa që jena të fokusum njëherë të qëto albumi këngët e reja, e këto njëherë të qysh i bën njëri remake, po kur s'mujnë më bo ma mirë se qysh janë. Shumë e vërtetë. Se ka një instrumental shumë të unik, që ti pe thu dhe vetë, dhe më thonë sot e kësaj ditë në TikTok në ngonë, edhe po më vjen mirë që këto generatat e reja, pengojnë atë stil muzikës. Unë janë sa mu dëshpru njërë thash, u dalë veç një stili muzikës që do më thonë, mu qaq nuk më dëke shumë që, sepse instrumentalat janë tepër thjesht. Na i kena bu instrumentalat pak ma dinamik, kena investu shumë në instrumente për me dalë pak ma muzika, ma dinamike. E kështu që shumë mirë që po ndëgjohen edhe...
tash deshta me të pyet se po ma paraprind gjithmonë. Po të shtimë më pyetje. Po vërtet. Po ma paraprind se deshta me të pyet tash dallim çysh se e dim që je përmi 2 dekada në skenë. Edhe ti ke përjetu atë pjesën e fillimit themit muzikës, kur muzika ka qenë ndoshta që e keni veç në televizor, nuk e pas mundësi me një për YouTube në gjona tjera, në platforma tjera, edhe tash është muzika, gjithkush bën muzikë. Atëherë kanë bë veç dikush, veç emrat roll kanë bë muzikë. Ti je njëri për aty në emrat. Çysh e shet tash këtë dallimin e muzikës para 20 viteve dhe tash? Atëherë, e ceke vetë, ka qenë shumë vështirë, domethënë, dosh me kanë gazja një farë artiste, për me bu muzikë edhe për me depërtu në treg, tash depërton gjithkush. Domethënë me një TikTok, me një diçka, që kjo është shumë keq. Apo e prish tregun që? Po, definitivisht e ka prish tregun, shumë e ka prish. E ka ullë kualitetin është. Po tash jena atu jetu, ku jena atu jetu, tash dove neve, dove s'na pëlqen, po tash. Duhet me këshirë, nështë ta besoj që kanë me ndryshu kohrat. Besoj që ka më ndryshu diçka, ka më ndryshu se e shojnë edhe vetë njerëzit që nuk po funksionon bashkë shtë diçka. Muzika është art. Muzika është art edhe kështu që nuk bën mu prish. Që kjo është më rëndësishme. Arta, i përmend albumet, gjithë kjo energji, gjithë kjo dukje e bukur, ne nana zakonisht e dim që du me pas kogja energji, sidomos për fëmijë. Edhe me ndëgju, edhe me lujt pak me ta, po gjitha këto tregom qysh po mundesh mi hadal. Po për ndryshe, me u lidh me pyetjen e Elit, të shohim shpesh që komenton edhe bohesh domethënë virale në rrjet edhe me kauza tjera, me kauza ndaj me këshilla domethënë për ambientin, për mbështetjen e shtetit ndaj artistëve, në njëjtën kohë ka pas edhe kauza ndaj kancerit të gjirit. Kështu çu shpia del, pra më bashkangjit kësaj pyetjes. Po tash domethënë i cekë 2 kauza edhe fëmijëve autek gjithashtu domethënë për shkak se tash kur mrin një artiste në një moshë caktuar, normal që duhet mu folë edhe për kauza tjera, sepse na përqyna një mesazh te njerëzit edhe vedisojna opinionin. Për këto duhet me pasën çusheceki, duhet me pas energji. Une duhet mu kujdes për vetveten numër 1 mas pari, për me qenë energjike për fëmijët e mi, në rend parë për familjen time, pastaj për profesionin time që kam, edhe plus që tash ti jombo dhe një zaj madh i nanave me fëmijë me autizëm, kështu që po duhet non stop edhe me fol për këtë temë, edhe unë e kum pa që mu më vynë do vitamina për me mirëmbajt vetëm, për me najt sa ma në formë edhe sa ma mirë, edhe jëm kanë në kërkem drejt me thamë, po diçka kur gjusë unë gjesha, diçka efektive. Normali kum përdur do vitamina që na i propozën mjeku, kështu diçka, po nuk shisha diçka na i farë, edhe rastisht me një mike në teme, kom has në kollagenin nga natyra terapi, që one që një kohë tash jem të e përdor, edhe për mu ka funksionu diçka brillante, do me thonë, une nuk halën ditë që nuk e pi, s'gjona 2-3 herë në dite, varësisht 2 herë gjithsesi, veç 3 ta mundet në herë kështu, adin me më kalu, po gjithmonë e konsumoj, ka një shije shumë të mirë, po më ndihmon për kocka numër 1, se tash me moshën pak i vrej njeri pak do mangësi që fillojnë veç, kollageni e ka qitë mirë që na mas moshës 25 duhet me përdor të gjithë, me thonë ndihmon për kocka, për lëkurën më dok fresh, për thënë flokt edhe energji, edhe të bën uni mirë, do me thonë që kjo ka sekreti që ti s'punole është asnjëherë. Po, fatmirësisht besoj që kollageni e ka këto, normal që edhe nëse e pin konstant, do me thonë du 3 muaj me përdor, 1 muaj me pauzu, tani prap me vazhdu, do me thonë përdorët unë këto e kom pregadit, 70 gram kollagen nga peptide, kemi sot shijen e vanilës, edhe e pen 3 herë në dite, plus kombinohet edhe me Dr. Slimin, kush don mi pi edhe hapat për dopsem, kombinohet se kollageni kombinohet me krejt, me thonë me ujë, me langje, me kafe. Sot është oferta edhe ditët vazhdim, po në sartë shkojnë emisione e ceki që është oferta, 27 euro i kanë 3 kollagena me një vitamin D3, do me thonë 3 kollagena 200 gramve i marrin 600 gram për 27 euro dhe ju bën një kod gjatë edhe kanë me vrejt vetë që kanë mu bind vetë, çdo njeri që e pen. Pasove mundi me pa kështu rezultatin pas e përdorim këtë kollagenin kështu? Unë e kom fillu muajin e parë. Do me thonë muajin e parë me një herë e kom vrejt. Sepse nështë ta bashkë në starti se din, po të e pa që diçka je ma mirë se herave tjera, ashtu kështu që atë e vrejnë dallimin. Edhe kështu që une ja u rekomendoj krejtve. Do me thonë femrat, mashkujt, mas moshës 25, sidomos ata që kanë jetën dinamike, është pështim.
Po, Shumë e aty dishta me dole dhe une, se çfarë dallimi ke pa paraprakisht edhe çfarë po i shet tash, po tash po e marrim vesh që një prej sukseseve që ka dhe Po, kjo. unë e vërtet s'moj me najt pa kollagjenin non stop gato që shkoj e kom cek në vetur, kudo sepse qenë rruga kështu, edhe pa kollagjen nuk rri. Do me thonë, muj pa bok me najt, bile kollagjenin e marr. Cila është shija jote e preferume këtij E kollagjeni? preferum jam e kam vanilin edhe mjedrën, çokolada mu dok pak më e ron, edhe pse çokolada ti dushëm, po kështu për me pi mu dok pak më e ron, po tash shija njëri, është edhe një pa shije, mundesh me kombinu ti me longje me çka dush, edhe që kjo është e mirë, shijet I kam fantazi. Është preferenca e njerëzve. Po. Arta, po du më falenderu edhe për kohën, edhe që ishe prezente në 10x10, por ndërkohë edhe që na tregove për kollagjenin, Po. që mundemi ndoshta këtë jetën dinamike që po përmendim ne gjatë gjithë kohës, ndoshta me alecu pak vetës. Po, e E vërtet. për krejt të shikuesit e 10x10, unë ju ftoj suplemente shëndetësore bio në Natura Terapi, në numra 045 956 00 mundeni mi kontaktu edhe me porosit qyshta edhe Arta, tash vetë se ka edhe zbritje në Natura Terapi, apo Arta? Po, janë 3 kollagjena me 47 euro me plus një vitamin D3, letë nxitojnë, domethënë sepse janë suplemente bio që I bojnë mirë shëndetit. Po. Kur jemi konë vogla kemi marrë lakmi Artës, e për me mbajt vetën që Artën e kemi shembull. Vazhdojmë I marr. Po, Arta faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit edhe juve qikave që uroj qikave ju thëm. Edhe se non, po veç vazhdoni dhe suksese gjitha të mirat, shpresoj prapë t'ju shoh dhe t'jam këtu mysafire. Gjithsesi Arta, shumë faleminderit edhe një herë. Faleminderit. Benart, jemi njerë me pamje të Prishtinës, e shumë sa ka kolona, nuk ka dhe ta dim kam ja mojt. Hajde lutem, ne kthehemi pas pak me temën me telefonata tona si gjithmonë që I marrim.